Kampionit Zvicran Amatorizëm do të përballet me Ivan Suter. Ja, Ivan Suter paralajmëron konferencieri zyrtar i këtij dueli. Që duel raunde nga 2 minuta. Armen Topalli. Pra, dueli i parë i mbrëmjes së sotme për një titull, për titullin e kampionit të Zvicrës. Qyshtar në ring, si deri më tani, është Mentor Morina. E shka gatshme për fillim, edhe Brezi është aty, dhe tipit njerit prej dy kickboxerëve, a dhe ta shkoj Ivan Suterit apo Armen Topallit, si pas një vlerësimi këtu që është në Folketsfield është favorit Armen Topalli. Mirë, po duhet të presim deri në fund. Front kick me të majtën nga ona e Armen Topallit. Shumë i shpejt, vëshojmë Armen Topalli. Ivan Suter është mjaft i përgatitur për këtë duel për titullin e kampionit të Zvicrës në amatorizëm. Me të veshurat të bardha, me dorëzat të zeza është Armen Topalli. Përkishë direkte të shkatroj gardin e mbyllur të Ivan Suter, ja, i arrin për një moment. 30 sekunde! Low kick, Ivan Suter. Java, kicka Viter, low kick! Kom här, är det för lätt? Kick det! Uffa, hoppa! Low kicks, brorsan, low kicks, brorsan! Është kjo rëzim nga shtyerja. Ja, një goditje këmbë me djathë në middle kick i fort i Armen Topallit përfundoi raundi i parë. Përfundoi raundi i parë, një duel i barabart, më të them, për një nuancë, ndoshta Armen Topalli ishte më i efektshëm, mirë po në anën tjetër tregohet edhe Ivan Suter që është një kundërshtar shumë i papërshtatshëm. Do të shohim raundet në vazhdim çfarë do të na sjellin padyshim për titullin e kampionit të
Zvicrës, një duel interesant nga organizatori. Pra, një ardhmë ndritur për Armen Topallin, megjithatë duhet të kaloj në për sfida të tilla, në për duele të tilla, të forta, për të arritur diç më tepër në kickbox. Megjithatë, si duket Armen Topalli në të ardhmen ndoshta do t'i përkushtohet më tepër boksit. Mirë po, do të shohim se si do të shkoj karriera e tij në vazhdim. Pritet të filloj edhe raundi i dytë. Ja, me njerë vinë dy goditje të forta të Topallit, mirë po edhe Ivan Suter. Ashpër filloj raundi i dytë. Goditje e Ivan Suter. Kick. Ja, tu bist dran! Antwort, jawohl! Jawohl! Bitte! Ja, okej, jawohl! Hij moet okej! Goditje të shmeshme. Edhe tjetër tani dy direkte të sukseshme. Në çfarë guximi vepron atje Armen Topalli, vërtet kemi parë, ja, vërtet lëndimin Ivan Suter ka përballë këto dy luftime të ashpra të njëri dhe të tjetrit. Si duket këtu ka përfunduar çdo gjë, nga se kemi një lëndim mjaft të rënd të Ivan Suterit. Pritet që edhe gjyqtarët të tregojnë se çdo gjë ka përfunduar në këtë duel. Mirë po presim edhe vlerësimin e mjekut kujdestar për të na treguar, për të na... Ja, ka përfunduar dhe titulli i kampionit për Armen Topallin përfundon çdo gjë, do të thotë këto përballje në këto dy luftime vërtet shumë të forta i arrin Armen Topalli që të jetë më i qëndrueshëm, më i fortë dhe një fitore e tij që i hap rrugë në karrierën e tij. Pra fiton titullin e kampionit të Zvicrës në duel me Ivan Suter pas ndërprerjes, pas një lëndimi që pati Ivan Suter dhe mund të themi që edhe pse ndërprerje edhe në bazë të lëndimit mund të them që shumë më tepër tregoi Armen Topalli, mirë po edhe Ivan Suter ishte kundërshtar mjaft i papërshtatshëm. Sieger und neuer WKU Amateur-Schweizermeister Gewichtsklasse bis 63,5 Kilogramm durch Technical Knockout. Armen Topalli! Armen Topalli nuk ka dëshiruar që kështu të përfundoj ky duel, megjithatë u pa se me çfarë dëshire ju futën këtij dueli edhe Ivan Suter dhe Armen Topalli. Mirë po Armen Topalli arriti që të stoliset me titullin e kampionit të Zvicrës në amatorizëm. Një fitore e vlefshme për karrierën e tij nga ana e Armen Topalli deri në kategorinë 63.5 kg.